Shumë të rinj shqiptarë sot mendojnë se emigracioni është alternativa e vetme për të arritur një cilësi të mirë jetese, por fushata ndërto të ardhmen këtu, e financuar nga ambasada britanike, sfidon stereotipet negative dhe prezanton 21 të rinj nga e gjithë Shqipëria, nga mosha 21 deri në 31 vjeç, që kanë zgjedhur vendin e tyre. Një prej tyre është Eriglen Shrihu, 26 vjeçari nga Kuksi, që me familjen si mbështetësen më të madhe, është pjesëmarrës i fushatës dhe prej 4 vitesh punon si berber në Laknas të Tiranës. Si çdo i ri në një moshë më të re, normal se tani jam kompletuar le të themi edhe kam vazhduar jetën, e kam pas menduar, por familja ka qenë ajo që më ka mbajtur më shumë për të qëndruar dhe për të vazhduar jetën. Edhe nuk e kam pasur si opsion ikjen, nuk është se e kam menduar gjithmonë ikja se është opsioni i duhur për që unë të ndërtoj një jetë më të mirë jashtë. Të gjitha gjërat i kam edhe në vendin tim. Duke qenë që unë jam një berber prej 4 vitesh, është një profesion në cilin unë arrij edhe të marr të ardhura shumë të kënaqshme që të kem një jetë shumë të mirë. Erigleni është nxitës i të rinjve shqiptarë që para vendeve të tjera të zgjedhin Shqipërinë. Çdo i ri ikjen nuk duhet ta ketë zgjidhje të vetme. Shqipëria është zgjidhja vetme, vendi ynë është zgjidhja vetme dhe mendoj që edhe këtu kemi mundësitë, kemi punën, edhe mendoj që mbi gjitha kemi edhe familjen me të cilën ndihemi më mirë dhe mendoj që ne duhet të jemi ata që ta mbajmë vendin, ta bëjmë edhe ta çojmë sa më përpara. Fal fushatës ndërto të ardhmen tënde këtu, gazetar, marangoz, mekanik, rrobaqepës, saltator, menaxher marketingu apo edhe DJ, rrëfejnë pse Shqipëria është një vend i mrekullueshëm dhe unik për të filluar karrierën këtu.